Andi, si nisi pasioni për futbollin dhe si kujton ditën e parë kur u bëre pjesë e skuadrës së Besës së Kavajës? Futbolli nisa në moshën 10 vjeçare në Kavaj. Kujtohet momenti i parë që profesori fizikulturës në atë kohë, Fisti Kosova, më pa në një ndeshje me klasat dhe tha duhet vish në stërvitje dhe të zhvillohesh si futbollist. Që atëherë fillova dhe në vitin 2001 kur isha vetëm 15 vjeç, më grumullon në ekipi parë i Besës Kavajës dhe nga ai moment nisa një karrierë si profesionist. Si e përjetuat kalimin nga Besa, fillimisht në Greqi të ekipi Iraklis dhe më pas në klube të tjera si Pasja Nina, Tirana dhe Parma? Kalova një vështirësi në atë kohë në fazën e parë të kampionatit në Besën e Kavajës. Isha vetëm 18 vjeç dhe isha kapiteni i skuadrës, më i riu në Superligë në atë kohë dhe pata një dëmtim te gishti i këmbës dhe 2 muaj nuk u aktivizova. Mora kile dhe trajneri në atë kohë nuk më aktivizonte. Dohet largohesha nga skuadra, por presidenti në atë kohë nuk më dha largimin. Më pas rodhën ngjarje dhe erdhi merkato i janarit. Në atë kohë skuadra e Iraklisit shprehu interes për mua, sepse duke parë që në një moshë 18 vjeçare më luaj edhe me ekipin Shpresa 21 vjeçarëve të kombëtares, më kishin parë një ndeshje kundra Greqisë me Shpresat dhe aty firmosi një kontratë profesioniste jashtë Shqipërisë, ishte edhe fat i madh, domethënë atë kohë që kësaj skuadre nevojitej një lojtar me parametrat e mia. Nga të gjitha eksperiencat që ti ke pasur me këto ekipe, cila do të veçoje si më të veçantën ose diçka që të ka lënë bresa në karrierën tënde me klubet? Faktikisht do të veçoj ëndra ime që fëmijë ishte unë nisa të shoh futboll në vitin 1994 në botrorin e 94-s dhe në atë kohë isha i dashuruar mbas Roberto Baggio's dhe që atëherë ëndra ime ishte që të luaj një herë në Serie A. Kjo u realizua në vitin 2015, pavarësisht se nuk pati një kozjate të madhe, por ëndrën time e realizova dhe luajta në Serie A. Do ta veçoj sepse mendoj që është edhe maja e karrierës time për sa i përket rendimentit që unë dash me klubet, ku për aq kohë sa unë isha, domethënë në Serie A, bërë një paraqitje të mirë, po them. Dhe në fakt i ke shënuar Interit në Serie A, a është ky ndoshta goli më i rëndësishëm në karrierën tënde duke marrë parasysh aktivizimin te klubet? Sigurisht, kisha shkuar në 2014-ën, Shqipëria luajti një ndeshje miqësore në Genova kundra Italisë, kombëtarja e Shqipërisë me Italinë, në ndeshje e famshme që u kënduan të dy himnet njëkohësisht sepse stadiumi në Genova ishte i mbushur plot me shqiptar dhe këndua dhe himni shqiptar dhe italian. Kjo për shkak se shqiptarët emigrantët janë integruar në mënyrë më të mirë në Itali. Dhe 3 ditë përpara ne shikojmë një ndeshje të Italisë me Kroacinë në San Siro. Dhe kur jam fund San Siro s'kisha qenë kurrë. Kur jam fund jam manitur nga ai stadium jashtëzakonshëm mitik, kishin luajtur yjet e futbollit botëror. Dhe lutesha, thoja, o Zot, më bëj të mundur që edhe unë të luaj një herë kjo fusha, mos ta mbyll karrierën pa luajtur kjo fushë. Nuk zgjati shumë, as 2 muaj, 3 muaj, luajta tek ajo fushë bëra edhe gol, edhe mendoj që është goli më i rëndësishëm i karrierës time. Flasim tani pak për kombëtaren. Ke 70 paraqitje me kombëtaren A. Ke debutuar kundër Rumanisë në vitin 2007 me ftesë të ish trajnerit Oto Baric. Një ndeshje në fakt jo shumë e mirë për kombëtaren sepse kemi humbur me rezultatin 6-1. Si e kujton këto kohë? Sepse kanë kaluar tashmë gati 20 vite. Ti do të kesh qenë besoj 19-20 vjeç dhe ke pasur dëshirin e kapitenit tek kombëtarja U21. Atëherë 3 ditë përpara se sa Oto Baric të luajë ndeshje me Rumaninë, Oto Baric, trajneri i famshëm i ekipit kombëtar, erdhi dhe pa ndeshjen Shqipëri-Itali në Durrës. Ekipi i Shpresa ishte grumbulluar po në Durrës dhe edhe ekipi kombëtar po në Durrës. Dhe mbas ndeshjes bëri një paraqitje të mirë, sepse normalisht trajneri nuk do vinte ndryshe, zbriti tek dhoma e zhveshjes dhe më thotë Andi merr çantën dhe do të vish tek ekipi kombëtar A. Ishte sikur më fali botën. Faktikisht u shokova një moment, edhe ai më tha nuk u gëzove, po si u gëzova, unë i thash çfarë flet. Dhe shkova në ekipin kombëtar tek hoteli, shkova tek idhujt e mi në atë kohë, që unë i kisha pa vetëm në televizor dhe kisha bërë tifozlik për ta, tani kisha shok skuadre. Edhe më kujtohet momenti i parë kur i kam takuar, dridhesha nga emocionet që po takoja idhujt e mi të fëmijërisë. Mund t'i përmend për shembull Altin Lala, Ervin Skela, Bogdani, Foto Strakosha ka qenë atë kohë,
e shumë Alban Bushi, se mos harrojmë ndonjë Klodian Duro, kanë qenë një plejad futbollistësh të jashtëzakonshëm që unë u rrita me ta, ndijes për ato që nuk po i përmend gjithë, por dita e parë ishte shumë emocionuese dhe them drejtën kur e rikujtova mu fut një dridhur e lehtë. Si të kanë mirë pritur, se zakonisht kur janë lojtarë që kanë shumë vite eksperiencë, kur vjen një i ri, si funksionon procedura? Atëherë, mbas ndeshjes me Rumaninë, po bëj një retrospektiv, që ishte një debutim jo i mirë, sepse ekipi kombëtar humbi në atë ndeshje, dhe sinqerisht mbas asaj humbje u mërzita jashtëmase, sepse mendova që nuk do të kem më mundësi që të luaj me kombëtaren. Ishte ndeshja numër 1 dhe në ndeshjen time të 65 ose 66, nuk jam eksaktësisht, unë luajta përsëri me Rumaninë, por këtë herë luajta në Europian 2016 dhe ishte një revansh për mua që e munda aty ku duhet ta mundja. Dhe por për sa i përket pyetjes tuaj, trajneri Josip Kuzhe, edhe ky kroat, në një grumbullim që bëri vetëm me futbollistë kampionatit shqiptar në Antalya të Turqisë në vitin 2008 ose 2009, mos gaboj, mbasi pa performancën time në ndeshje miqësore dhe në stërvitje, më tha për mua, sepse ishte hera e parë që ai vinte mbas trajnerit holandezit Arihan. Dhe tha për mua e ke fituar, je një nga 13-14 futbollistët më të mirë, më të rëndësishëm të skuadrës. Pra nuk po të them informacion, po je një nga lojtarët e rëndësishëm të skuadrës, po ke një detyrë shumë më të vështirë. Dhe u çudita, thash, kush është kjo detyrë më e vështirë, se sa detyrë në fushë. Tha duhet fitosh formacionin dhomat e zhveshjes. Dhe në atë kohë unë i përmenda disa emra, bëra një plan kokën time dhe rria gjatë gjithë kohës me Ervin Skelën edhe me Altin Lalën. Që ta afrohesha sa më shumë, patjetër që ata ishin njerëz mrekullueshëm, jo vetëm ato, por çdo antar i ekipit kombëtar dhe më pritën dhe më bën pjesë të grupit. Më pas këtë traditë unë ndoqa edhe me kur më pas ju bëra dhe veterani i ekipit kombëtar, ndoqa me futbollistët e ri që erdhën në ekipin kombëtar. Kushdo që vinte, sinqerisht e mikprisja sepse duhet bëj pjesë e grupit, se kush vesh edhe fanel, e meriton plotësisht edhe duhet jetë të integrohet sa më shpejt. Dhe mundohesha të jepja atë që ma dhanë dhe mu këto të tjerët, këto lojtarët që unë ndjeja aq mirë në skuadrën kombëtare. Dhe mendoj që kjo traditë duhet vazhdoj brez pas brezi, sepse ekipi kombëtar nuk është vetëm i Andi Lilës, por është i çdo futbollisti që e vesh, por edhe çdo shqiptari. Në fakt e përmendet e ti, pas 9 vitesh ne kemi mundur Rumaninë në Europian. Një nga ndeshjet ndoshta më të rëndësishme të kombëtares dhe ti feston me gjithë zemër, është një foto emblematike, në fakt ndoshta ndër më të përdorura në rrjetet sociale. Ishte një çlirim energjie për atë çfarë kishte ndodhur 9 vite më përpara, nga ndeshja e parë pra humbja? Jo, ishte ndeshja me Rumaninë vinte mbas humbjes me Francën, minutën e 89 dhe 94, pra me rezultatin 2-0, dhe në një farë mënyre ishte një çlirim, sepse donim që të shkonim në atë Europian, por nuk donim të iknim pa lënë gjurmë. Donim që ta fitonim minimalisht një ndeshje dhe pse jo që të kalonim edhe në fazën tjetër, që u eliminuam me pikë barabarta, por me golvarazh më të keq. Dhe ai gëzim ishte instinktivisht, sinqerisht unë gëzohem edhe për çdo gol, po ai gol ishte shumë i veçantë edhe u kënaqa jashtëmase. U gëzova dhe do ta kujtoj gjatë. Cilat janë kujtimet e tua më të bukura nga kualifikueset e Europianit 2016 për ndeshjet e grupit? Kemi luajtur ndaj Portugalisë dhe kemi mposhtur, kemi barazuar 2 herë me Danimarkën, Serbinë dhe Armeninë kemi pasur në një grup. Atëherë, në vlerësimin tim ose atë që unë mbaj si kornizë në ato eliminatore, do të veçoj ndeshjen kundra Danimarkës në Elbasan. Ishte ndeshja e parë në stadiumin e ri, edhe aq bukur dhe aq këndshëm ajo ndeshje saqë filloi dhe mbaroi ndeshja, unë nuk e kuptova, domethënë ikën ato 90 minuta aq shpejt, rezultati ishte 1-1, ka shënuar Emir Lenjani dhe ndeshja ishte fantastike. Mund ta fitonim, por vinim mbas rezultate shumë mira, duke mund Portugalinë në Portugali, edhe më pas kishim ekipi kombëtar dhe filloi duke marrë atë hovin drejt kualifikimit. A e besoj që do ishe pjesë e listës së Europianit? A e kishe marrë të mirë qëndë që mund t'ishe, apo ishe ende me zemër në dorë deri momentin e fundit? Jo vetëm unë, por çdo futbollist, edhe në atë kohë, trajneri De Biasi, nuk e di, bërim këto italianët e kanë pak edhe në stil që e lën enigmatike si formacioni, por edhe 23-shën kush do ishte. Dhe u bën një farë mënyrë si një Big Brother
dhe gjithë mediat ishin të pranishme aty dhe prisnin kush do eliminohej. Sinqerisht më vjen shumë keq për ato të katër që ikën në shtëpi sepse ne kishim kaluar një kohë shumë të gjatë bashk edhe mund të ishte kushdo prej nesh që mund të ikte në shtëpi, por mendoj që isha përgatitur mirë, por kishim bërë një ndeshje miqësore kundër Katarit, edhe në atë ndeshje u paraqita shumë mirë. Faktikisht Debjazi nuk kishte futur informacion në atë ndeshje, por Xhaka kishte një problem shëndetësor përpara fillimit të ndeshjes dhe jam futur gjatë nxemjes, jam futur informacion dhe mos gaboj, nëse futemi edhe në statistika, kam vrapuar 13 km në atë ndeshje, sepse doja patjetër që të isha pjesë e 23 futbollistëve. Duke mbetur te këto kilometra që ti ke bërë, na trego pak nga eksperienca me kombëtare në Francë. Në ndeshjen e parë nuk ke luajtur, ndërsa ndaj Zvicrës duket sikur e ke fituar me dhunë vendin e titullarit, duke djersitur shumë fort. Atëherë mbaroj, është shumë interesante. Mbaron ndeshja me Zvicrën dhe ne kthehemi në kampin ku ishim Perros Guirec dhe ekipi që nuk ishte luajtur bëri një seancë stërvitore të veçuar nga ekipi tjetër, nga ekipi që kishte luajtur që vonte vetëm rekuperimin fizik, ndërsa ne të tjerët kishim stërvitje dhe ndeshje. Dhe në atë kohë bëm një ndeshje të vogël partitela që i thonte Debjazi, ndeshje 7-7 dhe i them trajner mos më afro afër këtyre vizave sepse unë du të zëvend informacion, pra dhe fillova duke luftuar akoma më fort. Mbaron stërvitja dhe trajneri Debjazi më thotë që si ndjehesh, më thotë. Dhe unë jam vetë nga natyra dhe shumë i sinqert. I them trajner, mjep mundësinë time sepse e ndjej që e meritoj që duhet luaj. Çdo futbollist e meriton të luaj, po patjetër mu dha në atë moment dhe Debjazi që nuk më flet fare dhe kthen kurrizën dhe ikën. Mendova thash më përzurin shtëpi fare. Të nesërmen, kur ai ndante këto jelekët e formacionit, jelekun e fundit e mbante në dorë. Dhe në fund fare dhe erdhi dhe ma hodhi jelekun, sinqerisht kur më fali botën, sepse do luaja të nesme në velodrom kundra Francës. Relativisht një ndeshje që u bë, që e kam pa të gjithë, ndeshje e mirë, që ekipi kombëtar tregoi shumë potencial e dinjitet në atë ndeshje, që edhe mund të kishim dalë me rezultat pozitiv. Por më rëndësishme ishte që mos shkojnë atë Europian edhe mos luaj as një minutë. Pra domethënë ishte edhe kjo, se nuk e dija do kisha mundësinë ai herë në jetë, se është shumë e vështirë që si futbollist që të arrish në kompeticione kaq të rëndësishme në 1 ose 2 ose 3 herë. Pra do ishte shumë e vështirë, pa ishte mundësia ime e fundit. Luajta të gjitha kartat. Cili moment nga ndeshjet me kombëtare ju ka mbetur më shumë në mendje? Moment i çuditshëm do të thoja, ose që nuk ndodh shpesh, ose nuk ndodh asnjëherë, nuk do të harroj ndeshjen Beograd. Ajo nuk ishte një ndeshje futbolli, ishte një stres për çdo futbollist dhe një jo mikpritje nga ana atyre dhe ndodhja që ndodhi, por çdo futbollist në atë ndeshje tregoi shumë dinjitet dhe unë jam mirënjohës gjithë jetën për atë që ato treguan në ato momente, sepse momenti e ndan je hero apo je diçka tjetër. Ka ndonjë peng, diçka që nuk e ka arritur me kombëtare? Me ekipin kombëtar, sinqerisht e kam shiur çdo minutë. Çdo minutë që isha në fush, thoya ky është minuti im dhe duhet ta shfrytëzoj. Jam kënaq shumë dhe do doja të luaj pafundësisht me kombëtaren, por patjetër që vjen një moment që edhe duhet të hapësh krahun, sepse ka disa të rinj që po vinë dhe tregojnë. Por peng nuk kam, ëndrrën time besoj që realizova. Gjithmonë lutesha që brezi im, gjenerata ime të ishte e para që të çonte ekipin kombëtar në një eveniment europian ose botëror. Ne arritëm, hera parë thënë nuk harrohet kurrë. Nëse do ishe para një zgjedhje për të qenë pjesë e Euro 2016 apo Euro 2024, cilën do të zgjidhje? Pa të voglin dyshim do të zgjidhja Euro 2016, sepse e kam shijuar dhe gjithmonë kur shikoj ato foto, ato video, ato momente, emocionohem. Si ishte të luanit me ekipet U17, U19 dhe U21 para se të arrinit te kombëtarja A? Atëherë, të kthehemi pak më brava. Unë isha edhe me kombëtarin U15. Për herë të parë në Shqipëri në 2001 është bërë Ballkanjada
me 31 korrik 2001 është bërë ndeshja e parë Shqipëri-Turqi. Edhe isha kapiteni i skuadrës U15 vija nga Kavaja, edhe bëshin seleksionimin atë kohë. Nga Kavaja më kujtohet për herë të parë, erdhëm këtu ku është federata sot, ishte kompleksi Dinamo dhe ishte një fush me guriçka të vogla dhe erdhëm me tren nga Kavaja. Dhe që nga i moment ishin seleksionime pafundësisht nga trajneri në atë kohë Ilir Spahiu, ku ai seleksionoi mbi 2000 futbollistë datë linjën 86 dhe mas 4-5 muajsh seleksionime, Andi Lila ishte kapiteni i skuadrës. Kjo ishte mundësia që, sepse familja ime e gjitha ka jetuar në migrim në Itali, dhe ose do shkoja pranë familjes, ose do vazhdoja rrugën e futbollit. Dhe fatmirësisht që në U15 fillova që t'isha pjesë e ekipeve kombëtare. Më pas me U17-ën, U19-ën, U21-shin dhe ekipin kombëtar A. Patjetër që gjërat kanë ndryshuar shumë. Periudha në atë kohë, 2001-2002, ishte përkoj dhe periudhën që presidenti Duka u zgjodh presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, dhe në atë kohë kushtet nuk ishin siç janë sot. Sot flasim për një ekip kombëtar të jashtëzakonshëm, pra me kushte siç i ka Spanja, Anglia, Gjermania, ndërsa në atë kohë kushtet ishin tjera, por ja dolëm edhe me ato kushte dhe ja dolëm që t'i shijonin dhe këto kushte që presidenti i rregulloi në vazhdim. E përmend shumë shpesh fjalën fat. Si është raporti i fatit dhe punës në karrierën e Andi Lilës? Atëherë, kam punuar shumë. Kam punuar pafundësisht. Gjithmonë mendoja në çdo ditë stërvitjes time është dikush që më shikon. Edhe pastaj fati do vi më mbrapa. E ndjej vetëm me shumë fat, por e ndjej që kam punuar shumë. Fati dhe puna shkojnë sinkron. Pastaj edhe rastësit, fat është edhe kur dëmtohesh, pra është fati i keq. Por ai që punon gjithmonë ja del. Do doja të ndaloja tek një episod që më ka ndodhur gjatë jetës time, luaj dikur me Kavajin, isha 18 vjeç. Dhe mendoja që isha futbollisti që bëhe më shumë stërvitje. Shqipëri po, ndoshta edhe më tej. Dhe ishte verë, gusht në atë kohë, sa kishte filluar kampionati, dhe bëj stërvitje në një fshat në Kavaj, Çet quhet ai fshati, dhe ishte kodër, është një kodër shumë e fortë. Dhe e bëj gjithmonë dhe mendoja që më jepte shumë rendiment fizik. Dhe në trunin tim mendoja që vetëm më bëj stërvitje kështu. Shikoj një djalë të vogël, unë isha 18, shikoj një djalë 13-14 vjeç, që midis disa pemëve bënte xhonglime me topin. Dhe afrohem, unë ndjeva mirë, po në anën tjetër thash, nuk çekam vetëm unë që bëj stërvitje, çeka edhe dikush tjetër. Ja ishte më i vogël. Ja afrohem më afër, marr topin dhe i hedh me pjesën e brendshme, i them disa ushtrime dhe i bëri në mënyrën më të mirë. Edhe e pyes si e ke emrin? Dhe ai më përgjigje, më quajnë Sokol Cikalleshi. Pra domethënë ishte momenti i parë që unë Cikalleshin e njoha në atë kodrën, por Andi Lila luajti 70 ndeshje kombëtare, ndërsa Cikalleshi luajti 70 e kusur, nuk e di. Dua të them që për sa i përket pyetjes tuaj, fati dhe puna, unë mendoj që fati është 50%, po dhe puna është 500%. Flasim pak për eksperiencën tënde me Tiranën dhe Besën. Si kujton kohët kur ke luajtur në kampionatin shqiptar? Je shpallur 2 herë kampion me ekipin e Tiranës. E ndjej vetëm me shumë fat që isha pjesë e Tiranës, patjetër. Në Kavaj unë hodha hapat e parë, siç e citova edhe më parë, dhe jam i lumtur që kam dalë nga ajo skuadër që është djepi futbollit shqiptar. Ndërsa Tirana është diçka tjetër. U futa në një botë tjetër sepse isha edhe në moshën time më të mirë. Në ato 3 vite i fitova gjithçka me Tiranën. Dhe mendoj që karakteri dhe ana ime, cilësitë mia profesionale përputheshin shumë me lojën e skuadrës Tiranës, atë që kjo skuadër, paktën në dekada të tëra, ka shprehur, pra atë lojën e fortë, lojën me karakter, lojën burrërore. Dhe që në ditën e parë edhe deri në ditën e fundit jam ndjer jashtëzakonisht mirë. Edhe mendoj që kanë qenë vitet e mia më të arta për sa i përket karrierës futbollistike tek Tirana. Patjetër që karriera ime erdhi në zhvillim, sepse ika jashtë Shqipërisë. Ndoshta vitin e tretë, patjetër kisha dalë kampion, kisha fituar kupën, Superkupën me Tiranën, isha bërë kapiteni i skuadrës Tiranës dhe më erdhi një ofertë nga Pasianina në Greqi dhe pata fat, pra këtu vjen prap fati,
që ika atje sepse do s'do të çuni ri isha 22-23 vjeç dhe me kombëtarin shqiptar isha i vetmi nga kampionati shqiptar që luaja dhe po morriste pak mendje. Shkova në Janin dhe aty u filloi nga fillimi domethënë puna, sepse atë që tham, po nuk përveshe mëngët sikur një ditë të lënë shumë rrapa. Si shikon kampionati shqiptar tani? Kampionati shqiptar sinqerisht e shikoj, jo shumë, sepse më shumë shikoj, më pëlqen dhe marr atë adrenalinën time tek futbolli i moshave. Njoh shumë futbollistë të rinj, pothuajse 70-80% futbollistëve të rinj që luajnë kampionatin e moshave në gjithë Shqipërinë. Ndërsa Superligën shqiptare ose kategorinë e parë, patjetër që i shikoj, i ndjek, por më shumë jam i fokusuar tek futbolli i moshave, edhe më duket që aty ka shumë brum, shumë potencial dhe aty unë marr atë emocionin tim. Ndoshta kjo lidhet dhe me faktin me punës me cilën ti po merresh tani, na trego pak më çfarë jetë po marr. Atëherë unë kam themeluar një akademi futbolli, quhet Akademia Triumf, dhe në të gjitha këto vite mbasi lash karrierën si futbollist, e gjej veten time, mbushem aty, sepse është shumë e vështirë kur lën karrierën si futbollist dhe ti nuk bën asgjë. Jam shumë i lumtur që bëj punën që dua kaq shumë dhe jam njeriu më me fat që vazhdoj edhe ndjek atë ëndrrën time që realizova, luaj me ekipin kombëtar. Dua që edhe futbollistët e rinj, jo vetëm të Akademisë Triumf, po edhe në akademitë e tjera, patjetër i shikoj kur luajmë ndeshje kundra ose shikoj ndeshje të rinjsh dhe më pëlqen kur shoh futbollistë me potencial. Kemi të ardhme dhe jam shumë i gëzuar për këtë. Flasim tani pak për kombëtaren aktuale. Si e sheh sot kombëtaren shqiptare nga përvoja jote si ish lojtar? Atëherë, nga koha ku isha unë si futbollist deri tani kombëtari shqiptare është rritur për sa i përket pjesës organizative, po do të thoja. Shikoj që trajneri jeton në Shqipëri, shikoj që trajneri shkon takon futbollistët, shikoj që federata është e gjithë e përkushtuar tek ekipi kombëtar, shikoj që gjithë vëmendja mediatike, por edhe tifozëria, por gjithë shqiptarët e kanë mendjen akoma shumë tek ekipi kombëtar dhe mendoj që është një rrugë jashtëzakonisht të mbar dhe do doja shumë sinqerisht me zor pres që të shkoj në Poloni edhe të shikoj ato kualifikim. Do doja shumë që të paktën gjenerata ime shkon për herë të parë në Europian, po do doja shumë sa tishim brezion, tishim gjallë ta shikonim ekipin kombëtar në një kampionat botëror. Është shumë e vështirë pa diskutim, por asnjëherë pa mundur. Po të vë tani prapë përpara një zgjedhje, po të kishe mundësi të luaje me ekipin aktual të Shqipërisë tani, në krahasim me bashkëlojtarë që ke luajtur në gjithë rrugtimin tënd me kombëtaren. Do të kishte një diferencë, do të kishe mundësi të bëje një zgjedhje? Atëherë unë ndjem me shumë fat, paktën gjenerata e Europianit 2016, s'kam luajtur me lojtarë të jashtëzakonshëm. Lorik Canaj, Trit Berisha, Elseid Hysaj, Hansja Golli, Basha, Kukeli, Bekim Bala, Sadiku, Cikaleshi, Roshi, Lenjani, pra do më thonë një plejat futbollistësh që unë e konsideroj vetëm me fat që kam qenë dhe kam mësuar shumë për atyre. Ndërsa tani është diçka tjetër, është diçka si dy botë ndryshme. Dhe do doja shumë që kjo bota të kualifikohet dhe të bëhet më produktive dhe më e rëndësishme se sa që ne lam pas. Edhe këtë e them me sinqeritet. A ka ndonjë lojtar aktual në kombëtaren e sotme që të kujton stilin tënd në fushë? Jo, ndoshta sepse mendoj që unë jam përdorur si zholi në shumë pozicione, ndërsa trajneri Silvinho i ka të salduar ato pozicione kokën e tij, ndërsa trajnerët më kanë aktivizuar me short qendrën, mbrojtësi djathtë, mbrojtësi majt, qendërmbrojtës. Madje një herë në një rast në Bosnjë, trajneri Kuzhe më futi me short majt në pjesë dytë. Edhe luajta shumë keq. Gazetarët e pyesin pse fute Andi Lilën me short majt dhe ai që i përgjigjet në mënyrë spektakolare. Po në fushën e futbollit e futa ata, se futa në pishinë. Kështu që mendoj që karakteristikat e mia ishin të ndryshme nga nuk e gjej veten tek asnjë lojtar për momentin tek ekipi kombëtar. Sa shanse mendon se ka ky ekip të kalojë fazën e play-offit dhe të bëjë realitet ëndrrën e botërorit? Ndeshja parë shumë e rëndësishme.
është shumë e rëndësishme sepse për sa i përket edhe anës psikologjike dhe moralit që marrin futbollistët. Kam shumë besim që do ta kalojnë edhe me fat. Mendoj që Polonia është skuadër shumë serioze, skuadër shumë e fortë, nuk është më e Poloni që ne mundëm përpara 2 vitesh, por ne kemi shanset tona. Kemi shanset tona sepse këtë e tregum në Serbi, këtë e kemi tregu në shumë fusha tjera. Sinqerisht e pres me emocion dhe ju uroj suksese dhe shumë fat ekipit tonë kombëtar. Nëse do ishe në dhomën e zhveshjes para play-offit, çfarë do t'i thoje ekipit? Çuna, nderoni fanelen, nderoni kombin, nderoni Shqipërinë, familjet tuaj, dhe në fund fare veten tuaj, t'i shkruani emrat tuaj me germa të arta në historinë e futbollit shqiptar. Do t'ishte mrekulli dhe krenari për gjithsecil.